Policia e shtetit ka informacione dhe ka një identitet të këtij personi, por ende nuk është shpallur në kërkim pasi priten dhe prova të tjera, pasi ky dyshohet që ka qenë syri pra i këtij grupi kriminal që ka vëzhguar lëvizjet e Gilman Dodanit, por hetuesit kanë dyshime të forta që ky atentat është organizuar që prej datës 7 nëntor, që në momentin që Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqeri janë nisur nga Tirana në drejtim të Spanjës, kur kanë parkuar automjetin e tyre në aeroportin e Rinasit, grupi kriminal ka pasur informacione dhe ka nisur menjëherë planin e mirëmenduar dhe të mirë organizuar për ekzekutimin e Gilman Dodanit dhe kanë ndjekur të gjithë itinerarin e këtij të fundit nga nisja në Barcelonë për të ardhur në aeroportin e Rinasit. Madje hetuesit kanë dyshime të forta që edhe persona të tjerë pra në Spanjë, në Barcelonë, kanë ndjekur Gilman Dodanin deri në momentin që ky fundit është nisur nga aeroporti i Barcelonës për të ardhur në Tiranë në aeroportin e Rinasit. Gjithashtu, sipas informacioneve të fundit nga hetuesit, janë shoqëruar shumë persona në zonën e fushkrues, pra pranë vendit ku gjeti djegur automjeti, por grupi hetimor ka dyshime të forta që është zgjedhur qëllimisht pra kjo zonë për të djegur makina për të shpërqendruar pra për të shmangur hetimin e policisë së shtetit që të përqendrohen sikur autorët janë të kësaj zone, por ka dyshime që autorët mund të jenë të një zone tjetër. Madje ka dyshime të forta që po i njëjti grup kriminal i cili ka vepruar me pagesë, ka kryer dhe atentate të tjera po në vitin 2025, atentate të rënda në vendin tonë dhe është po i njëjti grup kriminal i cili vepron me pagesë në kryerin e atentateve. Qartë, ndërkohë, më bën përshtypje, uniforma policie janë ato që kanë veshur agresorët? Në fakt, agresorët janë të maskuar dhe kanë uniforma të ngjashme me të policisë, uniforma të ngjashme me uniformat e forcave të ndërhyrjes së shpejtë, jo forcave të rendit, janë të ngjashme dhe këtë metodë e kanë zgjedhur për kamuflim, pra për të mos u njohur apo për të mos ndaluar nga patrullat e policisë, edhe pse kanë qëndruar shumë të qetë, pra të parkuar pranë rrethit të Rinasit me blokazh, kanë qëndruar për rreth disa minuta dhe kanë pritur deri kur informatori ka dhënë sinjalin që Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqeri po dalin nga parkingu i aeroportit të Rinasit dhe të pashqetësuar janë nisur dhe kanë kryer atentatin. Madje kanë përshkruar një rrugë nga rrethi i Rinasit deri tek fshati Halil në fushkruj ku gjeti djegur automjeti prej 12.6 kilometras pa u shqetësuar dhe pa u ndaluar nga asnjë patrull policie. Kanë djegur të njëjtën itinerar rrugë edhe kur kanë ardhur, po ashtu janë nisur nga fshati Halil për të ardhur në Rinas për të kryer atentatin. Madje, Andrea, 2 minuta pas ngjarjes së rënd, para makinës të bërë shosh nga plumbat, kanë kaluar edhe një delegacion zyrtar në momentet kur kishte vetëm 2 minuta që kishte ndodhur ngjarja e rënd. Qartë, ndërkohë, sa i takon bashkëpunimeve me autoritetet spanjolle, grupi hetimor ka marrë kontakte, duke qenë se informacioni mund të ketë ardhur nga Barcelona? Po, është e vërtet, Andrea, policia shqiptare ka nisur kontaktet edhe me policinë spanjolle, lidhur me vendet ku kanë qenë pra Gilman Dodani dhe Mustafa Sheqeri pra në shtetin spanjoll, konkretisht në qytetin e Barcelonës, lëvizjet e këtyre të fundit, pra vendet ku kanë qenë deri në momentin kur kanë shkuar në aeroportin e Barcelonës me qëllim për të zbuluar nëse ka pasur persona të tjerë të cilët i kanë ndjekur deri në momentin që kanë shkuar në aeroportin e Barcelonës. Dhe në bazë të komunikimeve të deri tanishme të policisë shqiptare dhe spanjolle rezulton dhe ka dyshime të forta që plani për ekzekutimin e Gilman Dodanit ka nisur që në Barcelonë. Qartë, falenderoj Igli për gjithë detajet që përcolla. Faleminderit juve. Zoti Karandra, si e shikoni të gjithë pjesën e skenës së krimit? Çfarë leximi bën ju? Kjo është një ngjarje shumë e rëndë kriminale, është me pasojë për jetën dhe shëndetin e 2 personave të cilët kanë qenë në makinë dhe konkretisht ka sjellë pasojë vdekjen e një personi në ngjarje dhe plagosjen e rëndë të një shtetasi tjetër. Ndërkohë që konstatojmë që kemi dhe një pamje tjetër që është rrezikuar dhe jeta e qytetarëve. Po të kemi parasysh 2 qytetarë që ecin te kjo palma, është rrezikuar jeta e tyre. Nga ana tjetër, në momentin e ngjarjes, shohim dhe një Audi të bardhë, mos gaboj, edhe Audi bardhësh, ishte dhe që e dha më parë, po ta vesh, ishte dhe një Benz A klasë që kaluan. Pra është rrezikuar jeta e shumë qytetarëve. Nuk është se kemi të bëjmë vetëm me... Jo, rrezja e qitjes është më madhe se sa kjo që thot ju. Jo,
Se imagjino pjesa atje ku janë ato Nga pamjet lavazhi. filmike konstatohet që janë 2 qytetarë, shikon këto që... Jo, këta janë më të rrezikuarit, po pjesa ande janë akoma më të rrezikuar për momentin. Këta janë të rrezikuar direkt që mund vinte, domethënë që kemi që kanë shpëtuar gati 1 metër afër. Po ta vesh si do kesh majta si do ketë. Bravo, ja, aty është majtas aty që kanë bit. Ndërkohë ke edhe Audin e bardhë, ty e shikon Audin që po ecën edhe kjo që Shton shpejtësinë. Që shtoj shpejtësinë, po edhe mjeti tjetër. Pra këta 3 mjete të cilët kanë qenë në rrezën e zjarrit dhe rrezikohet jeta dhe shëndeti i qytetarëve. Këtu do të kemi parasysh është porta kryesore e Shqipërisë.